Përshëndetje e mirë se erdhët këtu në këtë emisionin e juve me havushin ko tema ka me qenë sonte prindërit apo familjarët e ngusht. Kom harru me cek në vetën që e kom bo, aty përfshihet edhe shoqëria, edhe gjithë njerëzit që ka neve na rrethojnë përfshihen në këtë temë, që do të thotë pse këta njerëzi në shumicën e rasteve, ju kisha lutë ndëgjoni me vëmendje, në shumicën e rasteve veprojnë sipas interesave tyre personale. Shpresoj që deri me këtu e keni kuptuar çka ju ka mendoj. Pse këta shumicën e rasteve veprojnë sipas interesave tyre personale, që nuk do të thot njerëse që une nuk kom prind. Apo po mendoni ju që mu m'ka pru lejleko? Jo, edhe une kom prind. Edhe une kom pas gjyshra e qështo, plus edhe mu. 2 prindë më kanë lind, baba dhe nona jam. Definitiv, muj me javë garantu që nuk ka pru lejleko. Selmoni edhe Milihati më kanë sjellë në këtë botë. E para. E dyta, i kam 2 fëmijë edhe ta janë të rritën. Që do të thotë, muj me fol edhe se fëmijë i dikujna, po muj me fol edhe si nan e dikujna. Si nan e të fëmijëve tashmë të rritur. Vajza i bën 27, djali 21. Deri këtu besoj që jemi shumë të qartë. Nga procesi jam i jetës në përgjithësi, po jo vetëm nga procesi jam jetësor, por edhe nga eksperienca që e kom bo me shumë klient intensiv që 3 vite e kënenaj, edhe nga baza e rishkollimeve të mija, se hipnoterapiste, folse bisedash edhe trajnerin zhvillimin shpirtëror, edhe shumë shkollime tjera, krejt në drejtim psikologjisë, të spiritualitetit, të botës pak më të hapur mendjerisht, jo marrë në të konkludim, si jo marrë dhe qone, po jo nardhë dhe shumë para meje, unë vetëm i kom përcjell ta në i gjatë ati rrugtimit, që mu ka blokuar ndoshta që tu qe rruga dhe hyra një rrugë tjetër që javë spjegova pak ma heret, kur blokohet një rrugë, ti qare s'ki pa e marrë një rrugë tjetër se s'munësh me te kalu që aty o blokua jo rruga që ne kena ra gjithë. Edhe gjatë që ti rrugtimit që e bën ti, këtë rrugën tjetër që e ke marrë, ti ki me mësu shumë gjana. Ki me pa ndoshta një lëmë që se ke pa korë, edhe ka me të fascinu a i lëmë, edhe her pas here ki me kërku ndoshta prap në shku të që a i lëmë që ty se të ka bo mundi mirë. Ta ne ka marrë dhe pet një rrugicë, si që ki me thonë kukune për këto thera që shja dalë me mri, po edhe ato thera, edhe ato sfidat e aty në farë therave që ki me i kalu, edhe ato ta kanë dhonë atë mësimin e vetë. So, u duf me sfidu veten pak aty, u duf me dalë, s'ka orë kërkush me të ndihmu ndështa. Edhe u duf me sfidu veten edhe me gjetë zgjidhjen që shme dalë prej aty. Të ne ke dalë me një livat, plot lule, o zotë sa mirë. Kjo është eksperienca që e bën njëri një jetë. Tashti, dikush, si ka ardhë halen dështa, koha për me bo një eksperiencë tjetër. Është hale, o ka i funksionon. O ka funksionon që ashtu, që shje mësu edhe je hale aty. Ta garantoj që se cilit për juve, ju kam shel ka një herë rruga po një derë dikon, edhe o duft me marë drejtime tjera një jetën e juve. Që o desht mu sfidu jo një farë mënyre. Po tasht ja sfidohi jo, edhe i kaloni ato sfida ma letë qysh, apo sfidohi edhe nuk keni iden qysh me i kalu, po rrini hale me gjyks mundohi me shtu jetën,
ajo është prapë në dorë të juve, sikur ka qenë temen edhe në shumë të njerëzve tjerë. Pse na trajtoj njerëzit e zemrës për interes atyre shumë shkurt, se normal po kom dëshirë me folë edhe shumë ma gjatë sa i përket kësaj teme, po du me shkurtu vetëm pak një ide, edhe viq pak një kënd vështrim të shkurt mja dhënë sonte, mu adaptu ju një herë se mu nis veç pak me një kënd vështrim tjetër, me marrë ju një jetë, pak një hap ma ndryshej, e tek kur të kini marrë hapin, edhe jeni bind edhe vetë për që ato që ka pe thomune, mundëm tanaj me vazhdu bashkarisht mendimin teme se rrugën duni me bo vetë, unë më vish me ju kallëzu, me ju thonë, që tu kur vjen që ky ljumi për shemull, shko qështu, se unë ja ku mbo qështu, shko ti se qështu e ki ma letë, e që ajo është pse unë jam këtu të ju, edhe pse mundona me fol, edhe mi ju të regu kanë vështrime tjera njët. Unë e veç ju të regoj të nej, shko një që nejnaj, se unë e di që është rruga, ama rrugën kimi bo vetë, unë nuk vi me tyje se jo vallaj bollika. Bollika me i kalut mijat, unë i kaluva vetë. Unë e definitiv i kaluva vetë. Ajo se kini nevojen, po du me thonë vetë. Mendimen e dikujna që shtot, mentarve, të më tregu, du është mja bo qështu, du është mja bo qështu, du është mja bo qështu. Njerëze, mos tjetë që kjo hera e parë që e një kam dëgjani, mos tjetë që kjo hera e parë që më këqërni, po nëse do një tanaj definitiv me mësu ma shumë për vetën e juve, për cjelni, kom TikTok plot video, që s'janë edhe shumë gjata, nuk i marrin edhe shumë ku. Kom tanaj në YouTube live që komplet t'i kom qitë, shkoni edhe atje, edhe mendimen e qëtë në videove, pa më kontaktu mu hiq me punu individual, pa e dhonë as një cent hiq, ju muni me marë shumë mësime, jo veç për me, po ka dhe shumë tjerë. Prindit tonë, fakt është që gjenerat pas gjenerate, edhe ata e mësu gjithë një rrugë me ira, gjithë një rrugë, njerës të dashër, edhe të pëmarë një të vesh. Në kohen e gjyshës teme, so jemi rrit një shpi, jemi konë, që me thonë bashkallak, o konë baba jem, 2 agjallar, edhe jemi konë 12 fmi. Se cili vlla i ka pas ka 4 fmi, ka 2 djeme, ka 2 qika. Edhe i kena pas gjyshën. Unë jam rrit me gjyshën temë, unë jam rrit me pritëm, unë jam rrit në bashkallak, me gratë e aqve, me aqët e mi. Verës këna dalë për shemull në bjeshk, që të tëtë unë jam e komorat pjesën e gjyshës teme. Ama interesant që në kohën e gjyshës teme, s'kena pas as rrym kur këna dalë në bjeshk, as në katon, as telefon s'kena pas. Se unë ju në bjeshk për deni që shashtë, s'kena pas absolutikisht kur farë teknologjie. Para me ndana as maqin, me latesha s'kena pas, kretë ndori kena la. Se me shku dikon, u tuf me kera me kali, okej, na gjithë kena pas kërë. Shumë interesant, kretë këto gjana nuk jënë konë. Tashti, sa ku i ka kja për shemull, prej 91 si të mos, ose prej që jem lindone, edhe që tash që sot, që 35-6 vjetë, absolut, kur që nuk ka mu të saj kohë. Krejt senet me pulla i kena bo, teknologjia ka hecë për para, na u ka letësu jeta të natë mirat. Po pse more njerëzit e dashur atëhere? Këninaj, ka hecë teknologjia, keni përparu, delni punani, vozit një kjere të lifare, telefonani prej shpijes, shtrita të tashti me kamera pa kamera. Qësh i keni më të gjithat mirat e Zotit? E qësh po mendoni ju njerëz të dashur, me jetu tash me gjitha qëto gjana? E mendjeresht, me ngel hale, atje në bjeshk, ku kena dhez lamen apo feneren, kohë fantastike ka qenë, se s'kemi ditë kur që tjetër.
për mua konë ko fantastike. Se edhe jem konë vajza e madhe ndër ato qikat e agjve aty, dhe me thonë, vllabi jem e madh, unë jem konë e dyta, dhe jem konë gjithë pak ma e privilegjume. Edhe si pas emrit, se e mbaj emrin e hallës, edhe dhe që shumë më kanë dash gjithë, krenari dhe që jem konë gjithë. Ama po më qëdetni jo, po më qëdetni që një dytën po thuni për para në ka qenë ma mirë. Për para në ka qenë ma mirë. Absolut nuk ka qenë ma mirë. Po dalmi tash të baza edukative. Nuk ka qenë ma mirë o njerëzit e dashur, të mitë pa marrë të vesh. Po ka qenë ma mirë se nuk e na guxoft. Ka qenë ma mirë se e kemi pas një sistem. Ka qenë ma mirë se na ka majtë tuta. Na ka majtë baza edukative e dhënshme. Se s'ke guxoft. Edhe je për shtatë që aty, edhe u krye. Ka pas respekt. Cilin respekt? Cili respekt? Kusht ka dhënë ty respekt? More, fmi kur je konë sa grima atëhere. Kusht ka dhënë ty respekt? Si fmi. Nuk besoj që dikush o kujdes në atë ko për emocionet e tua edhe interesat e tua personale, kur ke kajt, djemve ju ka thonë shuj, pa ka në burre, që si farë fjallë, që s'po du me hina, nej, se ti ma shkret ikon tjetër. Ama për me dalë që aty ku po du, po duhet me hi kështu. Unë ja kom zanat, me ju hi gjanave fije për pe që thojmë ka na. Se në këtë mënyrë, ma merë mendja mu që ju të nej e kuptani ma mirë. Se mja nisën e me folë vetëm nga bazat që shi kom mësu gjanat, dhe që e di që është shumë afshtirë me i pranu ju dhe me i kuptue. Kujna i ka interesu që shi ka ndiheshte. Jo me bindur që kret ju që a e një kam dhe gjani që tashti, i kjo një pas njëjtat përjetime njëtë. 99% muna me thonë, jëm ka flasë për se cilin për juve. Normal që nuk thëmë krejt jënë konë qështo dhe 100% është qështo, ama jëm ka flasë për shumë të madhe t'juven edhe temen edhe të se cilit për i neve. Pa e paragjykue gjeneratën e gjyshës teme, pa e paragjyku gjeneratën e prindve të mi, sepse nuk kanë ditë ma ndryshej. Nuk kanë ditë gjdo prind. Gati gjdo prind. Gati gjdo prind. Jo gjdo prind. Së është e vërtet. Absolutikisht nuk është e vërtet. Se kena pas ndër gjyshërit ton, edhe ndër prindërit ton, shumë njerëzi toksik edhe sidomos njerëzi narcista. Vallaj nuk muj me thonë, nëse një prind o ko narcist, nuk muna me thonë që ka qenë prindi mirë, mërë njerës të dashur, nuk mundem, na mundem u bo respektin, nona, baba, krejt në regull, na mundem u bo. Ama realiteti është që shpethëm one. Nuk mund është me thonë një non narciste, nona është non, gjenetin të kom të nonës, krejt në regull, qa kemi të kom të babës, nështë se di, nështë të kryjt e babës kemi diqka. Na duhet me pranu realitetin që kena shumë njerëzi toksike dhe njerëzi narcista. Edhe jam shumë e bindur që se cili që një kam dëgjani që tashti e dini shumë mirë për çka po flas. Andaj, one nuk jam ka thëmë që jo mu pajtue me realitetin tonë. Unë e veqëm para juve për me folë realitetin, duke e ditë që pa e pranu realitetin, nuk ki mu rahatu shpirtisht. Pa e ditë ti shkakun, pse je që ky person që je sot? Pse ki angth? Pse ki frikë? Pse ki depresion? Pse ki smuje fizike? Pse mëre njëri dashur të dhem kryt kaq shumë? Të dhem shpina? Sheqeri, shtypja, zemra, pse? Unë po kom qef që ti me kuptu nga të rjedhen këto gjona. E tanaj, a i merti, a bon ti diçka nga vetja, a nuk bon?
Jo, më njeri dashur, kjo është dhish me dëshirë. A don ti me rahatu veten, apo don me lonë qashtu që edhe me vazhdu, me shty jetën me gjyks, apo don me shty jetën pak ma lehtë. Se me dek nuk je ka des, hales ke dek, di që ka hek. Se me ko njeri me dek pe i hekave, onë mati mu kish harru emri. Mati ish harru emri hav, u kaj nuk ish eksistue. Mati, me pakon që des njeri, prej sfidave të lifare njët, prej hekave të lifare. Okay? Prindit ton, fatkeqësisht, njën e non kanë pas sfida shumë të mëdhaja, me na rrit qysh me na rrit. Është fjala për gjeneratën teme, se gjeneratat ma treja janë letësu gjanat tanaj, janë bo shumë atleta. Unë e di qëfar sfida shkanë pas prindit e mi. Me na rritë edhe me na i bo do kushte shumë të mira. Jam rritë, me të vërtet, me do kushte shumë të mira. Kur nuk na ka mungu kur gjo. Po unë e di edhe sa punën e kanë bo për shembull prindit e mi. Për para nuk ka pas me dalë me punu, gruja dikona se baba e kanë punu token, i kanë shit që ato gjana. Jënë marrë me lakna, me speca, me gjithë qka jënë marrë. Për me na i mundësu neve, vetëm ato qka o desht, me na plotësu, me na vesh, me na moth, me na dhonë me hongër, me pi, për ata o konë shumë sfide madhe. Ama njerëzit e dashur, nuk është ajo i vetmi obligim qka e ki ndaj fëmis, ato janë elementaret për një fëmi. Edukimi është krejti qka tjetër. Mos me rrit atë fëmi me bërtima, me piskama, me frikrat ndryshme, me dhunë emocionale në përgjithsi. Kjo është një temë krejt tjetër, qka nuk e kanë ditë për endrit tonë. Pa i paragjyku, pa i shajt, pa kur që heq, nuk kanë ditë të shkretit ma mirë. Ku lind interese, ajo ta të regoj të ashtë edhe kanë vështrimin, unë e sinon, edhe pse që 34 vjetë në Zvicër, unë e kom transmitu gati po thuaj se njëjtin sistem të fëmit e mi. Absolut gabim edhe absolut njëri i pa vedishëm edhe njëri i pa reflektu mbi vetë vetën në asnjë mënyrë heq. Edhe pse gjithë më do kishe ma moderne, të qyshe atin fëmija mi në konë, krejta din të thonë, sa mirë kjo, absolut, prap se prap, kom bo gabime fatale për jetën edhe çështjen shëndetësore, mentale, mendore dhe fizike për fëmijët e mi. Se e kom thonë njëjtën, që të thotë gjenerat pas gjenerate, jemi si shoqëri shkatërrim i njani tjetrit. E njerëz të mi të dashur, mua çështjen teme emocionale, a jam smuta, kom jam depresion, a jam nakt, nuk ma keni bo jo. As unë e t'juve jo. Po na kanë bo rrethi që nuk kanë ditë ma mirë. S'kan ditë. Nuk i fajsojmë se s'kan ditë. Tashti na po dina ma mirë. Tashti na pe dina që pa tjetër nuk është më rëndësi me vesh fëmin tonë në Gucci te, në Louis Vuitton, vetë mu vesh. Por rëndësi paska me rritë qatë fëmi me shumë kujdes ndaj emocioneve. Qka po ankohi? Qka po ankohi? Janë tranu njerëzimi, kur që shtu s'jemi konë, nuk janë tranu njerëzimi, mëre njerëz, nuk jeni tranu mëre. Unë po javë garantoj që nuk jeni tranu. Po jeni ka e qeni, qitë një jashtë bazën e dhunshme, edukative që e keni pas. Se janë mbledh, herë të kur mushet dhesi, edhe tanaj fillon trupi me i qitë në mënyra të lojlojshme, që i përmena pak ma heret. Se këtu në mendje, si në trupi duhet me i qitë dika, gjanat qka
jënë palu aty pa knatësit që s'ke pas qare, pa i përbije. Gjdo shpirt që vjenën këtë botë, gjdo njeri që vjen në këtë botë, kjo është nga pjesa spirituale pak, vjen me një mision të vetin në këtë jetë. Jo rastësisht, kom lind one për shembull të që ta prend. Kjo kon është rrugtimi jem që thojnë ka pas të shkrume. Ku pe dini ju pra që e ka pas të shkrume? Pe ku është të shkrume ajo? E ka pas të shkrume definitiv. Se ka ardh qaj shpirt. Ka ardh me qatë të shkrumen veç në libër të veten, që ka me bon që t'jetë. Që ka bohet kur vjen ajtë këtu? E kapin rrethi vet aty, mas pari prind, edhe ja shkrun. Nona ja shkrun një fletë, baba ja shkrun fletën tjetër. Agja, 3 fleta. Doja, e gjys fletë, se s'është në shpe. Gjyshi, aj i zoti shpis, aj i shkrun 5 fletas, aj i shkrun për krejt, aj është i zoti shpis, aj duhet me udheq. Që do të thotë, komplet personaliteti i qati shpirti që është ardhë me sfidat e veta, me misionet e veta në këtë jetë, po ja shkrujnë tjertë. Edhe i hup identiteti shpirtit. Ai shpirt thahet. Mundohi këtë tina me ja bo që shpodan, se ja ka shkru, nona e ka legja të tak, si të qohet me shku me i pastru dhëmë, për të para qëfar dhëmsh, nuk e dija i kena la dhëmë për para, se di po mëri 5 milja, ka një herë një javë të mdokët. Ka mi vesh që të tesha që ja qesone, me kudzoftin plasën e 6 me lyp, diçka me vesh vetë, ka mi bo qështu, ka mi bo qështu. Baba ato të vetat këtë, a i fmi ta na jetë, të ju mundu, nonës du të mja bo qështu, baba qështu, a mi që ka lyp qështu, a kuj qështu, edhe komplet. I ka e hup identitetin e vetë, e hup a i shpirt, është i hupun. Okej? Shpresoj që një kam kuptoni. Shumë thjesht më ka flas, veç e di që është shumë e pa kapshme për shumë për juve, po ju kisha lut. Ju kisha lut ose ndëgjoni me vëmendje, ose kur të qes live-in në YouTube, ndëgjoni një 5 herë, derisa të kuptoni. Gjatë udhimit shkon të ju shtyp, edhe i hup identiteti që ti personi. Edhe jetë vetëm sikur marionet tanaj. Në shërbim, kur gjë tjetër. Se cili prej juve, pa marrë parasysh gjinie, nejse në femnat e kena pas pak ma vështirë, është realitet, ama dhe ju shok të mi e keni pas shumë një rol të vështirë edhe e keni shumë një rol të vështirë në shoqëri për me mujt me majt balancën, si pas atyne që ka ju kanë dhonë gjyshrit edhe prind, gjyshi e baba e ajo pjesa ma shkollora nej. Qka bohet të nej? Herë të kur, lodhet personi, lodhesh mëre se njeri, lodhesh të ju munum, ju përshtatë se cilit, edhe në fund, ma e keqja është, që prap se prap, je shkatru shpirtnisht, je smu, edhe s'ke mujt mira atu kërka. Hajtë bënë i sinqirë, që ta shti kështu me vetën, se me musun komunikani. Pyte vete një herë, këthe e traken pak edhe thu. A jetë knaqën që ta njerëzi, me tona këto sakrifica që i bona? A jenë të pakten plumtur me mua? Apo më dhojnë të pakten ndo një kompliment një herë me më thonë, hej, faleminderit shumë, se e bone qetësen për e mirë për mu. Pyt në vetën se cili, une nuk ju di, unë s'ju nja. Ama ju, vetit shtreni pytjen. Pak një herë kur s'ke mujtë, ose kur je konë s'mujtë, ose kështu. Qysh jenë sjellë ta në i rrithi me tyja? Ti, shoki jam, si të mos kur të martohesh, dhe ta e pjesë vim që tashti, ose atë pjesë na duhet me folë me një live tjetër, se bëhet shumë gjatë. Qfar përgjithësiet madhe kiti me mojta në i balancën në mes të prindve të
familjes tonë kënena që ata e nësu, ata kërkojnë hale aty nësë jo interesant. Edhe një personi që e ke zgjedh me kalu jetën me ta. A di çfarë rolit vështirë kije, po nëse veç pak nuk dite me menaxhu veç që të rol në mes që je, hupi me respekt, me dashni, me gjitha. Prind në këtë mënyrë kanë fillu, më na thonë neve për shembull, tash t'i vjen puna e interesit. Qëre sa duft me fol për me dalë të interesi, të një sens shumë i vogël. Vjen ajo pjesa e interesit. Pse kanë prind? Pse prind për interesat veta? Kanë vepru ma shumë për interesat veta se për tonat. Që ne kanë shkru ato librat. Ne kanë shkru libren që nuk ban me bo që shto, se shka petiona. Nuk ban me bo që shto se folin halki. Nuk ban me bo që shto, nuk ban me pi duhonin, se thojnë djali i filonit rrogaq të je pi duhonin. Ta me ti e detyru me pitinca. Nuk gudzon të qika ty pistik fabul, ju tash është normale, po në po flas për gjeneratën teme. Ta ne të flas une edhe eksperienca jeme me fmit e mi, edhe interesat e mija personale, që e kom vrejt vetin që këto janë problemet minjat, nuk janë të fmis tem. Mu bo me kry një shkollë të mirë, me koni sjellshëm në rrugë, në shkollë, në familje, që mos me të thirë mësusi, me ta mu bo lazë me shku të mësusi, atje me fol me mësusin, mos me të nalë kojshia neste në rrugë, me thonë valla djallit, ma gjujti me gur, ma thaj derën, ma prishi dritaren. Mos me thonë dikush, valla qika jote u tregu shumë pa respekt. Valla kështu, valla djallit, valla qika jote e para, me eliminue konfrontimet me njerëzit tjerë. T'jo duf me konë fmi perfekt. E pse është interes i prindit kë? Mos me dal nga rahatia që o mësue, veç që shtu duhet me të thonë edhe u kryje. Se aty i kish kushtu kota, ne i kushtan nerva, mu marrë me kojshin, i vjen marrë që djali ja ka thuj gjomën e kerrit, apo ja ka shpërthuj gumat, apo shka pe dione. Normal, edhe qësh, me dala i tanaj mu ballafaqu aty me jardhë marrë që t'ka djallë tyje, apo qika, apo. Interesi kujna është këtu? Tet, nashta më djallë. Koti, e ke gjujt atë guri e thënë një gjëmë që aty, nunët me ndodhë, mëre të i lujt, kena lujt gjithë shka, kena lujt me gure, pa gure, nunët me ndodhë. Ama na, si fmi, na nuk o duft, na o duft me konë të pagabushëm. Për me pas printe toni rahati, me shku në shkollë, me mësue me, që herë do kur, mu punësu edhe ti, edhe me pas printe toni rahati, edhe se ti je rahat, nuk ta ban gajlen, ty, po as vetit, se duhet anaj edhe prindit minimu, normal, neve na kanë rrit prind, në duhet mi undimu, qësh na kanë rrit ata, edhe pse, e kom thonë edhe disa herë për thëmë prap. One prindve të mi, nuk ju kom quë një flet shkrem që me mbo ata, jo vëllajnë, e kanë pas dëshiren, edhe më kanë bo, o kon dëshira atyne, one nuk ju kom qu letër. As fëmija mi nuk kom kanë qu muë, a nge shripe në brif, mi bo, flet shkrema që shmi thonë, që mi bo në ata. O kon dëshira e jemja edhe e babës tyne, mi bo që ata fëmi. Ku është logjika tana i këto, mara njerëzi? Ku është logjika këto? One për dëshiren teme, për egon teme, për vullnetin tem, se tash ti e martu dhe duesh me bo fëmi, se që ashtu duhet, si të martuat njëri, duesh me një herë se dvesin. A ka diçka tre, a ka diçka tre, a ka diçka tre, a ka diçka tre, tana i kajt lëshohen, hajde që e ka pret, mo që e ka pret, për mjam shirkojnë halkit me thonë, po ka tre, jam shtatësan. E kom vendos me bo një fëmi, se që shto është fotografia e një familjes, duhet me koni martum, me pas fëmi, edhe ato
5-6, 3-4 sa të mund është që aty. E ku është logjika të nej këto, me i thonë, unë e fëmis tem, unë e të këmajtë 9 mujnë barku, ku që kom hekë, po shumë e kom këthyje, po sa puna mu ka desht me bo, e 7 zanë, e pa 7 zanë. Po këthe fëmija jam edhe me më thonë, më falë, qika më bënë shpesh, më falë da si shke borën ben, ma më falë që kom lindë. A përdin pësi për hajgare, sa jo tash e din kanë vështrimin tem në këtë drejtim. Si me thonë, falë, po, a me zartë shtina unë e me mboa? A të shtina unë e me mbo ti mu me manëzi jetën, gjithë jetën, a jo more nona jeme se nuk jam prone jotja. A pedin ti që unë e kom ardhë, e kom rrugën temen këtë jetë. E nuk jam këtu me ti përmbush dëshirat e tua, për me pas ti ma rahat, apo egon tonë me ta përmbush, apo qëto gjana. Absolutikisht e ka të drejten. Me ja thonë qëto fëmi printit që janë zin jetën, të i thonë, të kom bo, të kom hajtë në një barë, duhet me ndëgju tashti, martohet djali shkret, i bën 50 vjetë, edhe duhet me ngu nona çka ti thot, baba çka ti thot, migja çka ti thot. O njeri martesa është kulem në veti. Pa e hup respektin ndaj kërkujna, pa i hup obligimet që i kena ndaj prendve. Me qenë rahat, me i bo mundi mirë, me i respektu respektin e në maksimum, se kanë hek, se s'kanë dit. A nasot, one, përsa pres one fëmijane, jam nester me më këqyr mu. Absolutikisht jo. Pres me më dhonë respekt, po qësh me pritu në tashti respekt për i fëmis tem, kur nuk i kom dhonë. Kur sa e ka qelë gojnë, më shele gojnë lem se jam në telashe me musafir, me buk, me fshis, me punë, me... Edhe ka pe ha buk që atje dhe shkofot ja gjomë. Hec, piskati, qësh me pritu në tanaj për i fëmis tem, me ma këthyaj në mënyrë paqësore, me të mirë, me kur nuk kom jelë, kush ka milë respekt në ty që mi ja këthyti me respekt? Ti ja këthen hale, e hanë vetën se duhet që ashtu. Ama nëse definitiv fel e vetën ape e bën nga dashuria jashtëzakonisht e madhe, a jetu e bo vetëm që duhet, apo që akuzohesh nga rrethi që nuk je ka e këqyrë në shta nonën e babën e shkapetijone, aty e din ti mas miri vetë. Gjatë punës teme, tu ju rishkollu në pra të rrugën që poshtë e nalte qështu, e nëzona vetën, teorin të javë thonë juve, anë praktik të i vepru krejt ndryshej me fëmijët e mi. Edhe që të nej, karajit toni, dhe thash hej, absolut nuk e ki drejten. A dini çfarë interesa shkisha one, kur djali jem për shemull, nuk kryti zanot. Si non normal mërë edhe unë non jam si kur krejt nona tjera, dhe si kur nona jeme, edhe si kur shumë nona e baba tjera, që marakosën për fëmijët e vetë. Nuk kryti zanot, ku qa me bo, qështë financën veten, herë do kur do të martu, hajtë se nashta sot ka ndryshu koha, ka rrugë bëllë, e gjona i zgjidhje tjetër. Ama ajo gajlja gjithë e nonës, që mësë mja bajt gajlën, jo me mdihmu mu, se ju thash, mu s'ka nevoj, po bile për veti mu bo mësë me mram, edhe mu me ndihmu, se s'po du, asone nuk po du me ndihmu, po në po du me lon djalin tem, qiken tem e vetë, me janis vetë me ka pjetin e ndore, me lon jo parazita, me lon parazita të javë bot gjitha në të hazër, edhe ta nëjë të ju thonë, unë e po të një maj, unë e më ka të bëj, edhe mi pas të nëjë në ndorë, se më ka të financaj. Po dhe nëse financojnë, nuk e kom drejten me a dirigju jetën fëmis tem. Kom drejten me ndihmu, po, nëse është në zëri ndihmaj, financiarisht, si të qoftë, absolut jam këto. Ama, nuk e kom drejten të nëjë mi thonë, ti je këto nërkolmin tem, ti duesh me bo që kësa unë të kam në grosht. Se niste të nëjë të të diçka, le që së më ki ngrosht. Po edhe respekt qësh me të dhonë ty, kur ma dhetja, se shka bone ti me muë, që me pritan edhe masit të me dalë pe grushtit me të respektu nona jeme. Jo, në jeme se s'ma kam su kërkosh. Ta nej tjetra, delke për shemull, si kur i ri, si kur shumë të ri,
Te ju prindë të dashur që ju dalin fëmija ju shkojnë dikon. Nuk e qajke telefonin. Aj zot, pa bateri, pa kush me flejt. Kush me flejt, kush me mujt me flejt në gjumë pa e dit ku e ki e vladin. Aj, o kon të ju knaq dikon. Interesi jem o kon, me kon rahatone. A nuk është këtë anaj interes personal I jemi? Po një është e dashur, o konë personal interes I jemi, me flejt rahatone, mushtria të me t'ja fut që mës me pas gajle, mës me dal gjumës disa her natën, e mu që me dal her në balkon, e her me kap telefonin, e her me thira, pet her. A nuk është kjo, as ka të bëj me mu që kjo pun? Nuk e di me kënd ka të bëj. Aj për shemull, o knaq, si ka interesu, aj e ka marrë nga jeta qka ka dash, se e ka drejten. Definitive ka drejten. A interesi jem o konë, unë me qenë rahat. Interesi jem o konë që kur më veti kush për shemull qaka, qfar shkollo ka të krynë fëmija, mi thonë edhe one, nështa Allah ka e banë që ta, se ka e banë që ta. Mës me dalë prej shemes komplet, po dhone mu përshtat në sheme, thonë po vëlla fëmija jem e kryti sekundar, shkollën, që di shqip, thonë klasën e 9, ta shtisht ka studion mjekësin, psikologjin, është ka bohet pilot, pa marrë parasysh qka. E thonë, interesi jemi me ju përshtat rrethit, po jo se e kom kuptue, absolut. Qka ka bën qika, valla qika ka studion drejtat e ekonomike, që shithojnë, Wirtschaftsrecht. E djali? Djalin e kom freestyle. Djalin, ja hungsha zemrën atina, aj është ka jeton jetën qysh duhet me jetu, dikush. Ato probleme që unë jem ka I kom, me stilin e jetës djalit tem, aj është pasqyrimi I problemeve që ka unë I kom brenda vetës. Edhe duhet më mësu me elon të lirë, tane, one që kom hek, deri se e marrë në atë piken, me ja fut gjëmë që aty, edhe 3 ditë mës me qelë djali telefonin, me thonë, zotin dorë, one, jam shumë okej. E ka jetën e vetë, one po flejë që ta është I pa problem. 2 vjetë kom punu, vetëm që ta loslasën, me lon djalin të lirë, me lon qiken të lirë, mës me menu, unë as I prind që ta është që duhet për çdo sen me vendosë mbi ta. Krejt një interesat mija. Unë e mundi më rahat, unë e me ju përshtat rejtet, unë e mësë me më thonë nëjse dikush djallit po pinduhonin, djallit po bën kifen, djallit ashtu, djallit po ta pin alkoholin e shkapitione. Po adhone me konë, adin da cuke hyrik të krejt edhe mësë me pas nevoj më arsytu tanaj, se tanaj filloj ajo faza më arsytu, apo din, jo mërë njerëze, nuk kemi nevoj më arsytu për kur që heq. E për që ta nuk bën. As me gjyku kërkonin heq, as me shajt fëmin e dikonit, se kur nuk e dini, pse, qka qysh se, ama ta shemsu që se cili e kena rrugën e shpirtit tonë, ndështë këtu. E prind zakonisht, veprojnë veç në rahati, në interesat rahatis vetë. Tanaj, edhe shoqëria, a e keni pa, ju shumica, kur të martohet, ke pas një shoqëri, ti e martu, edhe jetë ashti me qatë personin bashk, që asaj shoqëri me bo mja kalzu një problem, nësa e shoqëri e ka interesin të qaj burët, apo të qaj o gruja jo, të diqka. S'ka me interesu shumë, qka e ka I thute, sepse ka interesa, I ka interesat personale, ka ndoshta nejt për krahje, nuk ka me lëshu poshtë, ka mu bo këshe pëta ka gojle, po ka me vepru si pas interesave. Këtë njerëzit që ka në rrethojnë, në shumicën e rasteve, veprojnë si pas interesave tyne. E si të mos, prind edhe njerëz të zemrës. E shpresoj që ta shti edhe ai që shëpërta e më mëre shumë I thaqja që shkiti. Shpresoj që edhe që të pyetje që ke dashur me I bo, kanë me konë pak ma tjera se që ke dashur me mishtruhe. Edhe një herë, havushën se ka pru lejliki. Edhe unë e kom prind, edhe jam prind, edhe vetë. Me kaq pe përmbyllmi sonte,
kjo ke vetëm piknisja në këtë rrugtimin e ri. Këto me kriju rrugë të reja, kanë vështrime të reja në jetë, me pas shumë ma letë, edhe në këtë mënyrë me shku të i ra pak që kjo qka jemi që tashti, me shku të ju zbut situatat njerëzit, raportet që janë katastrofale, se cili të i menu që ka maht për mija të tjetrin, që mundet me pas, s'pedi që shumë i thonë shqip që tashti me konë maht, nese shumica pedi një qka pëtu me thonë. Për diri sa ti e ki atë ndjesin, që mundesh me shtypa të tjetrin, veç që e ki fëmija, po veç që e ki grua, po veç që e ki bura, kur raportet ndryshe nuk kanë më po. Raportet kanë me na ndreq, kur se cili e fillon e që të rukëtim, bashkarisht, bashk, edhe me familjar, edhe partnerat, bashk duhet me hecë. Se nëse hecë veç njani, s'keni arrit kur që si të mos kush është i martume dhe kush është në qeft, nëse nuk hecë një bashk rrugës, njani ka me mitë që tu të kjo rruga e vjetër, ku mësu, e kjo personi tjetër, kur e ka fillu atë rrugën e ishe aty, ato lumejte, ato sa bukur, ato natyrat e mira që i dalin për para në gjatë rrugtimit, ato livadët me të plot lulje, ka mu knaq, Allahi nuk ka mu këthyje, edhe me ardhë mira që asaj rrugë, po e formon këtë rrugën, kënina i kuj knaqet syni dhe shpirti, se kësajna i ka rabolla dhe sen, kur gjaj e gjithë njajtë sen si qiti, kënina i shpirtnisht ju zbukuru pamja, ju zbukuru në kretë. Faleminderit shumë për krejt juve që më keni ndëgju me vëmendje, na që tashti për mbyll me qëtë live, une po ilshaj komentet, edhe muna me najt edhe shumë pak, se me të vërtet nuk është edhe e let, me dal edhe me fol krejt diçka që është 100% realiteti, gati se cilit për juve, ama të jetë ditë që nuk jeni të gatshëm hale me pranu, edhe kjo më kushton shumë lodhje. Shumë ja kom pas gajlë sot, deri sa të kryqit live, po që apet, vullneti shumë e madh, e kreva edhe tashti, po mundona me lëshu komentet, muni edhe na i pytja të këto e bani, edhe mujme ju përgjigj, edhe pe e ndalmit, këqyrmi që tu, jo në kamera, mund është me shënue, jo në kamerë, nuk marrë kamera, ama mundi me ju shënoni, une javë këthej, kështu me, ju me shkrim, une me fjallë. Qështu që. Edhe njëherë, shumë faleminderit thash për kohën që e ndatë me mu, si që të herë, vetëm të mirën e juve, jo në temen. Unë moj me ju full nga eksperienca, jam e thash nga eksperienca me shumë klient, nga shumë mësime që i kanë bo tjertë para neve me vite edhe i kanë testu edhe krejt. Ashtë që ashtu, moj pa mu të remsyni me dalë, se dëshira është shumë e madhe, që edhe njerëzit e mi, shoqëria jonë, me qenë pak më paqësore dhe si të mos me hek, as nga depresioni, as nga ongthi, as nga qëto smuje. Je paqësore, yllë të ka që nëse e me faleminderi shumë, jo, nuk qeli grast, si jam për bashkë bisedime. Jo, për që ato qka e flason, e flas 100% me argumente, e thash edhe ma heret. A donë truni ytë me e pranua, nuk donë? Absolutikisht, nuk është problemi jemi. Unë e flas me argumente. Të mijat edhe, se unë e punoj veç me shqiptar. Krejt klientat e mi janë shqiptar. Unë jam zoni i krejt klientave të mi. Edhe krejt rrethit qka gjonë të ngosht, unë e veç me shqiptar mirna. Edhe a dini pse ku më zgjidh më marrë me shqiptar. Tu e ditë sa e fështirë është. Se zemra malën bohet me ju po ma rahat se që jeni që tashti.
edhe absolut nuk e kam problem. Hiq. Nuk mojën e me bashkëbisedu me dikonin që është halen atë rrugën shumë të vjetër atje, po më vjen shumë keq. Ama unë i kom kalu disa që si rruga të reja, absolut nuk përshtatmi në komunikim. A me konë dikush që i ka bot njëjtë atë rrugë, atëhere him, flasmi pa problem. Hoi hava för wo bist du Psychologin, du hast mit allem recht. Nein, ich bin keine Psychologin, ich bin Hypnosetherapeutin, Gesprächstherapeutin und Coach für geistige Entwicklung. Das heißt, das Ganze, was ich mache, geht in die Richtung Psychologie, ich bin aber keine Psychologin. Aber ich kann dir ehrlich sagen, das, was ich mache, ist viel wertvoller. Klar brauchen wir Psychologen und Psychiater. Das ist ja Basament, das ist der Grund von Psychologie. Psychiater, Psychologen und all das Zeug. Nichts dagegen, niemals. Die brauchen wir dringend, in dringenden Fällen. Aber das, was ich sage, es hat auch einen kulturellen Hintergrund. Und beides zusammen ist es so bereichernd. Aber die Leute sind einfach noch nicht so weit, um das zu verstehen und das können annehmen. Und das verstehe ich auch. Ist egal. Irgendwann kommen sie schon. Ona e tregova, unë jam hipnoterapiste, folse bisedash, edhe trajnere të zhvillimin shpirtëror. Nuk jam psikolog as psikiatër, puna jam e shkon drejt në psikologjisë. Seanca psikologjike mund është mi thonë të one, spirituale të lifare. Kërejt çka ty të bën mirë, jam one. Ich feire die man, du brauchst mehr Aufmerksamkeit, du bist sicher von P, oder? Nein, ich bin nicht von P. Ich lebe zwar in P, ich bin auch jetzt in P, aber ich bin von Gemeinde Dechan. Danke für keine Emotionen wenn man schon desiert. Ich finde es super, was du machst. Herzlichen Dank. Ich weiß es, definitiv. Ich weiß es, dass es gibt für mich kein größeres Geschenk für die Menschheit als meine Zeit und das, was ich rauslasse. Mit der Erkenntnis, dass es nicht gerade an offene Ohren anstößt. Das ist für mich auch ganz normal. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch selber sehr, sehr grosse Schwierigkeiten damit. Trotz, dass ich seit 1991 in der Schweiz lebe und dort auch in die Schule gegangen bin und meine Lehre gemacht habe und alle meine Ausbildungen und alles habe ich in der Schweiz gemacht. Aber es war hart, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Aus diesen Schienen, wo sie uns einfach reingezwängt haben. Wir sind einfach in einem System gefangen gewesen. Und das ist halt die Aggressivität, die hochkommt heute. Das sind einfach all das, was wir in der Gesellschaft haben, heute in unserer Gesellschaft, ist leider Gottes etwas, was wir von klein auf aufgenommen haben. Alles. Und das müssen sie irgendwann einmal kapieren. So, was verdient mehr Aufmerksamkeit? Uli, schon fall in der Rede. Hey, 2 Leute heute, 10 morgen, übermorgen eine, ist mir gleich. Seit 4 Jahren bin ich auf dem TikTok. Insta und Facebook bin ich seit Jahren schon. Mit den Frauen arbeite ich seit über 8 Jahren. Aber ich habe gemerkt, ich kann nicht nur mit Frauen weiterkommen. Weil dann wird es massive Scheidungen geben, es wird massive Trennungen geben. Weil die Frau lernt nachher viel mehr und geht weiter im Leben und kennt ihre Werte irgendwann einmal verdammt. Und dann bleiben die Männer einfach hängen, dann bleiben sie